Zoti Balliu, keni fjalën të përgatitet Zoja Çaushi. Se foli ky ushtari i Suelit për rindërtimin. Tani, a është i qeverisë tuaj ajo banda që mori përsipër të shëmbi një pallat të tërë në zonën e kombinatit, me justifikimin se ishte prishur nga tërmeti, ishte dëmtuar nga tërmeti, mbasi e prishën i lanë qelë të hapur banorët e asaj zone, votues të Partisë Socialiste, dhe çfarë ndodhi pasi u shëm tërmeti? U dha leje për një pallat tjetër, dhe kujt ju dha? Abules të Erion Veliajt. Dhe ai pallat, ajo pronë që ja dhat Abules, duke hequr njerëzit nga shtëpiat e tyre, nëpërmjet hajdutëve tuaj, është sot e konfiskuar. Atje ku populli ka tragjedi, ju shihni fitime për fitime financiare. Dhe kjo është likësia më e madhe e kësaj mazhorance. Dhe nuk është era e parë për Izvërtetës. Në një tragjedi tjetër në një shkollë, ku një fëmijë humb jetën, ju e përdorët përpara zgjedhjeve elektorale për të mbyllur TikTok-un. Aty ku ka tragjedi, ju shikoni se si të përfitoni, qoftë nga ana financiare, qoftë nga ana elektorale. Kjo është likësia dhe fytyra e vërtet e të majtës që ju përfaqësoni. Gjithashtu, ushtari i Suelit tha diçka shumë interesante, që duhet parë me shumë vëmendje. Nuk parashikohej dot, tha, tërmeti. Këtë e tha vetë zotëria këtu. Ndërkohë që urdhroni këtu, ku është parashikimi i presidentit Republikës të asaj kohe, Ilir Meta, që i referohet specialistëve në Greqi, që mund vi një tërmet në Shqipëri, në Korrik, ja qeshni, prit, se dium se qeshni ju se mbushët gjepat me rindërtimin. Ja ku e keni këtu, ja ku e keni këtu, letra për Edi Ramon, Ilir Meta jep alarmi, merrni masa, sepse do të bie një tërmet. Çfarë bët ju? Ju nxorët direkte Carlo Bolinon të thoshte gafa e rënde e Ilir Metës, se nuk mund t'i parashikosh. Ju a paralajmëroi në datën 29 korrik të 2019-ës dhe tërmeti ra në 26 nëntor. Tërmeti i dytë, i pari tra në shtator, zotri. Dhe në vend kërkoni ndjes, vazhdoni dhe qeshni. Dhe çfarë ka ndodhur? Një gjë që ju nuk e mohoni dot. Presidenti i Republikës ka çuar një dokument konkret Ministrisë Mbrojtjes, e cila ka kthyer përgjigje. Pyetja e presidentës ishte: a kemi ne resurset mjaftueshme për të përballuar një tërmet? Dhe përgjigja e Ministrisë Mbrojtjes ishte që i kemi të gjitha mundësitë për përballuar çfarëdo lloj tërmeti. Dhe çfarë ndodhi, ju s'kishit as qend për të shkuar atje. Edhe tenderin e qendve e kishit vjedhur. Dhe personi që i është marrë me tenderin u arrestua. As edhe tenderin e qendve nuk e kishit lënë Ministrinë e Mbrojtjes. Pa e marrë. Kjo është e vërteta e rindërtimit. A është e vërtet sot që xhabaftët po kontrollojnë në zonën e Vorës se kush merr shtëpia dhe kush nuk merr shtëpia? A është e vërtet që keni sot në prokurori qytetarë të cilët janë atje në gjyq, sepse në shtëpiat e tyre ka shkuar dikush që s'është prek fare nga tërmeti, që keni bërë qoka me ato shtëpia? Ja u keni dhënë patronazhistëve tuaj, ja u keni dhënë miqve tuaj, ndërkohë që qytetarët janë sot akoma në qelë të hapur, përfshi banorët e kombinatit, përfshi banorët e Vorës, përfshi banorët e Durrësit, dhe ju zgërdhiheni prap këtu. Se nuk ju intereson, ju atje ku ka tragjedi, ju shikoni mundësinë për përfitime financiare. Shikoni mundësinë për përfitime elektorale.
Çfarë vlere ka të vish dhe të diskutosh këtu? Kur kishe ministrin Shpar këtu që mohonte sy në sy, një nga vjedhjet më monstroze, Tigri 1 dhe Tigri 3 i Lubis, që po t'i bleje kushtonin 15 milion euro, por jo, ju do e bëshit në i form tjetër. 60.000 euro dita ju shkoj 60 milion euro. Dhe janë ndezur një dit apo 2 dit. Kush mban përgjësi për ato para? Do ja kthej njëri qytetarëve shqiptarë ato para? 0 lek. 0 lek dhe 0 përgjësi. Ku është sot Belinda Balluku që të vit mbaj përgjësi? Që nuk shkel në parlament? Që nuk vjen të vit mbroj vetën, se qartazi nuk e mbroni do të më ju. Pse nuk vjen sot japi përgjigje ajo, ç'di ky tu për këto punë? Ato i ka bërë ajo. Ky s'ka ç'a t'japi llogari. Ky s'di për ç'a t'japi llogari përpara, me të gjitha hordhiqet që janë bënë atë ministri. Por mos folur për rrugët, infrastrukturën. Shikoni pak Unazën, e keni inauguruar 6 muaj më përpara. Dhe kur shkon për të kthyer te fresku, është shëmbur rruga, mbas 6 muajve. Një tender që ka shku 25 milion euro kilometri prishet mbas 6 muajve. Kush mban përgjegjësi? A do jepni një cent mbrapsh shqiptarëve që i kanë paguar me taksat e veta, taksa që i keni rrit ju, që janë taksat më të larta në rajon. Prandaj kemi kilometrin më të lartë në rajon. Prandaj e blem energjinë më të lartë në rajon. A nuk është kjo qeveri e cila ka bler energji me çmim të lartë dhe e ka shitur me çmim të ulët? A nuk jeni ju? Apo e ka fajin opozita që vidhni ju? Dhe ju nuk mbani përgjegjësi. Po më e turpshmja nga të gjitha është minimalja. Nuk përfshi, nuk them që e keni fajt një apo e keni bërë ju si deputet. 1 apo 2 unë nuk di të them që e ka filan deputet. Por që ky grup parlamentar të vi këtu dhe të justifikoj krimin që është bërë me rindërtimin dhe mungesa e seriozitetit të qeverisë për të marrë masa pas paralajmërimeve serioze nga institucionet më të larta të shtetit shqiptar, juve minimalisht i detyroheni një ndjes publike qytetarëve. Kurse për abuzimet që po bëni dhe do të vazhdoni të bëni, se nuk e ndalni dot se e keni në gjak, në lidhje me apartamentet e rindërtimit, ajo do mbetet një çështje për drejtësinë. Dhe ne presim që drejtësia të bëjë detyrën e vet. Por ne kemi detyrën si opozit t'i denoncojmë. Por në qoftë se ju dilni këtu dhe e mbroni këtë aferë, atëherë ju jeni pjesë e asaj afere. Dhe unë këtu kam një thirrje për qytetarët. Kjo është po e njëjta qeveri që për energjinë elektrike ka arrestuar njerëz për 10.000 lekë. Njëri prej tyre nga Lushnja ka varur veten në qeli. Sepse arrestuat për 10.000 lekë. Ndërkohë, institucionet shtetërore, a ka nej borxh OSHE-ja? Sa 10 qindra miliona euro borxh ka OSHE-ja për shkak se abuzojnë? Po këto ju nuk ju interesojnë, sepse ju nuk ju intereson fare se çfarë ndodh me qytetarët, se çfarë ndodh me këtë vend, përsa kohë ju keni mundësinë ta mbani pushtetin dhe të mbani jashtë burgut kryetarin tuaj Edi Rama. Për ju ka 0 vlerë interesi qytetar. Për ju ka vlerë vetëm interesi i pushtetit. I mbajtjes pushtetit me çdo formë dhe me çdo mënyrë. Ndaj nuk ka shumë vlerë të diskutosh këtu. Po vim dhe diskutojmë vetëm për hir të kuvendit dhe çfarë përfaqëson kuvendi. Se me një mazhorancë që refuzon të shikojë të vërtetën në sy, me një mazhorancë që mbron krimin, me një mazhorancë që fle me krimin, me një mazhorancë që pastron paratë e krimit, me një mazhorancë që nuk lë asnjë hapësirë dhe asnjë mundësi për askënd që të bëjë detyrën e vet, siç i takon me ligj, për një mazhorancë që ngren kartonat për të penguar drejtësinë, që të ndaloj Belinda Ballukun dhe Edi Ramën, për atë mazhorancë nuk ka qytetar. Për atë mazhorancë është vetëm interesi i pushtetit. Ndaj qytetarëve ju bëj thirrje, nesër të vazhdojmë aksionin në protestë kundër kësaj qeverie. Nuk mundet
të pranohet që kjo qeveri të qëndroj këtu duke vazhduar dhe vazhduar vjedhjet çdo ditë, çdo orë, çdo sekondë, çdo minutë. Faleminderit. Zonja Çaushi, keni fjalën të përgatitet zoti Himçi. Sa fjalimi bukur që ishte, apo jo, qa frymëzimi që kishte këtë herë, qa GDP-a, po. Bukurosh mall të madh paske për zonjën Balluku, por ta siguroj që ti lutesh Zotit edhe disa seanca mos të vi zonja Balluku, se po erdhi ajo, s'do gjesh vrim ku të futesh o lumat, se është e vjetër ajo, ti trego ato historit me tezën e me Fariun, më bukur nga gjitha ajo. Ato doktorët i di më mirë ti se të kanë hyrë në punë aty te familja jote, s'po i hy asaj historie. Të dashur qytetarë, sot kemi përpara një projekt ligj që në çdo vend normal do të ishte thjesht një lajm i mirë për qytetarët. Investim në energji, në rrjet dhe në sigurinë e furnizimit. Po prito bukurosh ta mbaroj ju, mendoje çat GDP-n, mendo fjalimin çoja çat GDP-s dhe ma jep replikën. 35 milion euro për të forcuar sistemin elektrik në veri të vendit, pas tërmetit të vitit 2019. Por këtu tek ne, si gjithmonë, edhe lajmi i mirë duhet të kaloj përmes filtrit të këtij krahu, këtej zhurmues. Këtij krahu që nuk nje më asnjë lloj kufiri, por të vetmin qëllim që ka është të vi këtu edhe të jetë kundër çdo gjëje. Dhe nuk arrin dot ta kuptojmë, sepse nëse nuk ka investime, ju filloni dhe u lërisni. Nëse ka investim, thoni pse tani u kujtuat? Nëse ndërtohet një në stacion, kundërshtoni pse ndërtohet. Nëse nuk ndërtohet, thoni pse nuk ndërtohet. Ju keni qenë dhe keni pasur çdo mundësi të bëni, por nuk bët asgjë të nderuar. Pra në çdo rast keni të njëjtin refren, në çdo rast e njëjta politik e vjetër, zhurma. Dhe ironia më e madhe, dini se kush është? Po flasim për ato zona që për vite me radhë keni arritur të mbijetoni nga pak. Po flasim për Shkodrën, për Lezhën, për Fushkrujën, Shëngjinin, po flasim për qytetarët tanë, po flasim edhe për ata pak demokratët tuaj tani që ju kanë mbetur në këto zona. Po flasim për njerëzit që nuk duan politik me energjin, por energji në shtëpitë e tyre. Po flasim për familje që kërkojnë një gjë shumë të thjeshtë, dritë pa ndërprerje. Por për ju edhe energjia elektrike kthehet në debat politik. Për ju edhe transformatori bëhet debat, edhe në stacioni bëhet konflikt, edhe investimi bëhet problem. Ju nuk jeni në anën e zgjidhjes, ju nuk jeni në anën e qytetarëve, jeni në anën e bllokimit të çdo gjëje që ecën përpara. Jeni në anën e zhurmës. Por zhurma juaj nuk i ndalon dot projektet për Shqipërinë europiane. Ju mund të jeni në të shkëlqyer në ato zhurmë që bëni, por zhurma nuk dalon dot Shqipërinë në rrugën e saj. As zhurma, as tymi, as ajo revolta, as ato goditje që ju bën ti atyre punojësve të policisë së shtetit, i ka mbijetuar Shqipëria këtyre, i ka mbijetuar edhe atit gërdecit tuaj, me kohë të tëra me radhë, dhe për këtë mbijetesë Shqipëria e ka treguar në 11 maj. Prandaj, ky është një projekt i rëndësishëm për atë zonë. Ajo zonë ka nevojë për përmirësime dhe ju përpiqeni me çdo kusht t'i bllokoni, por nuk e arrini dot të nderuar, sepse sa më shumë përpiqeni t'i ndaloni, aq më shumë Shqipëria ecën përpara. Dhe qytetarët tanë këtë e kuptojnë shumë mirë. Ata nuk ka nevojë për debatet tuaja, ata ka nevojë për një gjë shumë të thjeshtë, energji të qëndrueshme, shërbim të mirë dhe shtet që funksionon. Qytetarët e dallojnë shumë mirë kush ndërton rrjet elektrik dhe kush ndërton rrjet zhurme, i cili nuk mbaron kurrë në këtë sallë dhe nuk ka për të mbaruar ndonjëherë sa tjetë Sali Berisha edhe këta bukuroshët. Me ose pa këta bukurosh, Shqipëria do të vazhdoj përpara. Tani nderuar bukurosh, eja këtu dhe bëja replikën tënde që ta ka sjell ChatGPT-ja. Lutem truaj me tikën.
Sepse duhet I dëgjoni gjitha komentet që bëjnë dhe kolegët e anës së opozitës. Zoti Balliu, keni fjalën për replikë. Tani nuk e kuptoj pse duhet ta merrte këtë kufjen me vete, nuk e mora vesh, po nes. Tani Zeqine, ngjo pak tani. Unë sinqerisht kam dëshirë që ti të flasësh këtu jo një herë, jo 2 herë, po 20 herë. Sepse nëse ka një provë, për shembull, të degradimit të sistemit arsimor, të nivelit apo të standardit institucional dhe të politikës, je në mendimin tim, pavarësisht çfarë thot kjo opozita që nuk pëlqen ty, me këto prova që nuk bëjnë, po prova jonë më e pastër, më e qartë, më e vërtet e degradimit që ka ndodhur në arsim, që ka ndodhur në institucione, je ti. Ti je, dhe po them, kam edhe një ankesë nga disa miq, kam dhe një ankesë nga disa miq se unë kam ca artist. Zoti Balliu. Shpeshe nuk po e shikojnë. Zoti Balliu, të lejë vëmendjen. Çka ke? Po shumë mirë. Jo, e kam. Shumë mirë, shumë çfarë do? Zoti Balliu. Çfarë do? E para, kur I drejtohesh kolegës, do t'i drejtohesh siç e ka emrin. Dhe transformimet e emrave, ju lutem. Ju morzojnë e ka çdo që emrin. Hera e fundit o, zonjë, që ju tentoni që të ndryshoni emrat e kolegë. O zonjë, mos ma ndërprit fjalën e para. Unë ta ndërpres fjalën sepse Jo, s'ma ndërpret dot fjalën. Kur mbaroj unë, lutem, kur të mbaroj unë fjalën, respekto kolegët në parlament. Jo. Respekto kolegët. O zonjë, edhe herë, ti respekto kolegët, unë I thirra emrin zonja, kontrolloja pasaportën, e ka Zeqine. Shkam shpiku në emrin, ja kanë vonë ata, vetët. S'ja kanë vonë në emrin, o zonjë. Tani, a mund të vazhdojmë? A mund të vazhdoj? Të vazhdojsh duke zbatuar rregulloren, pa ofenduar kolegët. Nuk ofendohen gja ku ka birnane që I ofendon këta. Tani, në këtë aspekt, duhet ngrihet një shqetësim. Shumë nga emisionet humoristike që kemi pasur ne, që I ndiqnin qytetarët shqiptar, tani I kanë zëvendësuar duke dëgjuar ty dhe ja 2-3 tjerë këtu, I zëvendësohen dhe po ngelen pa punë artistët dhe humoristat. Se në vend Portokallis, e në vend të tjerave, vjen ditë shtunë e ditë djele fjalimet e tua dhe disa tjerëve. Kështu që Lubis, bëjt fala, e vërtet është na ka marrë malli shumë ta shikojmë, se nuk e di t'ja e shikon më, na ka marrë malli shumë dhe me zi e presim të na japin edhe pak llogari për ato që kanë bërë, po kam gjuhë që ka dhe disa tjerë që me zi e presin. Përfshi edhe këtu tek grupi jot. Faleminderit. Zoti Balliu, e përsëritur nga ana juaj dhe e keni të pamundur që të ruani etikën me kolegët. Ju lutem shumë, të jetë hera e fundit, sepse etiketimet tuaja janë totalisht